Flamur Ukellën, përshëndetje. Faleminderit që i pjesë e emisionit tonë sot në Periskop. Mirë, faleminderit edhe juve për ftesën. Kështu ndihesh si Muli Hiç Studio, edhe të njohim që punon që shumë vjet Riza. A mundesh më na tregu diçka rreth eksperiencës tone, çu shkalon, çu keni raportin, çu fillove ti që u bëna kaq i famshëm i njohshëm? Fillimet e Riza kanë qenë si klient i Rizës. Rastisht e kom vrejt një afërmitet që i kena pos me Rizën, e kom vrejt, e kom dje që mujna e punu bashk, edhe që 4 vite punojna bashk, jena prej fezerave të parë, Kosovë, Shqipni, Maqedoni, në Ballkan, thujse, edhe nuk e kena plan mu nalë. Njerë për njerë e kena ndorë na këtë loj, nuk e lëshojna derin sa të shumë që dikush ka arrit me na i marë. Apo tentojmë ja marra? Ka shumë frezera që mundohen, por s'kan kapacitet, se jena tjetër nivel, jena tjetër ligë. Jena mundu edhe vetë mi mësu shumë frizera, shumë bërbera, si shkollë kena posë. Do me thonë, 200-300 frizera jena mundu mi jebë zanat, mi mësu, s'kan dit me marë. Jem përpjek shumë, jem përpjek edhe kanë dhonë dërheqe, kanë po që nuk ka kjo punë për ta. Te shumë i ri, po më do këtë ja ke nisë me këtë moment. Kom fillu në moshën 16 vjetë, 17, do me thonë që 4-5 vite punoj si frizer. Muli me të pyet, Riza, qysh e priti kur i tha që na 2 mujna me bashkëpunu? Me të vërtet, kur kom dosh me fillu punën të Riza ka pos staf mjaft madh, dhe nuk ka pos nevoj për punëtor, për staf, për zanatli në atë kohë, ka pos staf të madh shumë edhe nuk ka pos as ven në lokal tina i për staf, po e ka ndjetë që mëj me konë pjesë tina e stafit tina edhe rastisht më thonë hajde me fillu punën, edhe prej atëherë deri tash nuk kena nalë bashkër. Po, se zakonisht tash shumë ton kohën me Rizën. Nuk je vesh një punëtor i thjesht, po je këgja si kraj djathtë me thonë për Rizën. Bile një rast e kena pos një ditë një klient e pyti Rizën, tha, a ma letë e ki, tha, pa flamurin, a pa zanat flagëve. Tha Riza, tha, a ma letë pa sy djathtë, a pa sy të majtë. Se të nejtë nëse bashkë kena bo si familje. Do më thonë, ju tash keni shumë klienta, po a ka naj klient që u vjen ton kohën, do më thonë, edhe që, ose me ujna me thonë që ju i keni një mu me dhejzë, ose diçka, naj klient e stradës, se kena një që keni thonë që shumica e stradës ka ndezë falë juve. A mund të shme nga të regu pak rreth qasaj pjesës? Shumica e stradës ka ndezë falë neve, është e vërtet, edhe unë shpesh e shëriza nuk e përmen, nuk e folë shumë asë në intervjist, asë në emision, asë kërkon nuk e bën si tem që e ka dhezë një pjesë të madhe të stradës. Se ka shumë artista që e kanë po progën e stradës të pakalushëm, disa ardhë Riza i ka kop hopa dhe i kanë gjitë në strada, për të në qysh. Riza nuk e përmen, nuk merret në atë pjesë kur mirë, po nëse unë e kësha bot njëtin sen, unë ja kësha përmen sot kishin mujtë me nejtë në stradë, në showbiz, në karrierë, ty në ja kësha përmen. Se janë shumë mos mirë njosa. Riza pe e strade me lift qëtë poshtë i merë artistat edhe i në gjetë në altë dhe kur s'ja përmen. Apo i denë është... A kina jamër saktum të qa? Na jamër naj personaj? Po vreje, na postojna video, postojna foto, jena non-stop aktiv, jena non-stop jena për atë varpune, vrejen artistat që vinë të na për emër, vrejen që vinë për klikime, vrejen artistat që i kena tamon njarone, kena si mik shpije artistat me emër të mdoj që vinë motit e na, vrejen që vinë veç dhe ditë sa me dhejës pak, po e shojnë që nëse na dojna mi ju jep, po mi ju jep, po nëse na nuk dojna, e kanë këtë. Po thu që do të më harë njëherë të jo për me dhejzë? Po jena si pragje stradës. Qa ka artista, qa ka në butë showbizit, këtë kanë kalu kana. Heq, do më thonë, pa kalu ka jo kur qysh nuk banë? Problem, më nësh me dhejzë 1 muj, 2, 3, mas lartë i 4 muje që në dhejzë dhe bjena petë. Kom një që edhe për pjesën e meshkujve për me nëzonë femna, po dufke pa tjetër me artë e jo për mu qetë. Për që pjesë qa më nësh me në atonë? Kena shumë klienta që nuk mujnë në shprej, që nuk po mujnë me nëzonë femna, po vrejen që kanë munges stilit bukurisë për me arrit me bo një femën për veti. Kena posë rast, mu më kanë thirë edhe dëshmitar në shumë raste për kur kanë bo kuror qiftet që jem kanë dëshmitar që falë meje ka arrit një klient jemi me nëzonë
Një femën që s'ka mujtë me nëzonë me vite, me bo për veti. Po a kina i rast ku t'ka shkru për shembull na i femën? E që t'ka thonë, falë teje, faleminderit. Shënojnë zakonisht historie, shënojnë si hajgare, thojnë si ndrejtë shumë mirë, dhe po më të thënë burri. E na i rast, a kina i rast që e ke qetë dikon keq, veç me na i qëllim? E na i sen... Po janë dhe klienta që dhëtë mi qetë edhe keq ka jenë. Një klient para 2-3 vite, po foli ishtë dashuru një farë femne që nuk i shkon heq për ta. Edhe kish fillu edhe kila mi hup. Edhe kila kish fillu mi hup, përveç pasunizë e zemnës për foli, edhe u dasht me qilë qatë shkeq që mos me këqyrë maja kur. Unë nuk e pota qëllimin e keq, mirë po ma mirë me pagu një qethje të keqët të onë, e mu mbyllë që atë se me fillu të njëtë dhe me pagu të aja. Se e ka pos personin e gabum në kraj dhe u dasht me qilë të keq edhe e ka lona e femna më. Mas që asaj u përfundoj gjithë shka. Si e i ka thonë më për mu? E ha keni mendu na herë me qelë na i shkollë, për me mësu, tri tjerë. Na që tregova më herët kena pos shumë punëtor, shumë nxënësa, shumë zanatli, po kon kena dosh me mësu e kena mësu, kon kena dosh me bot fort e kena bot fort. Kon kena dosh na e nuk kanë ditë ata nuk është foj jonë. Pëjden? Na kena pos shumë njerë që në konë gatë nevi, në konë pjesë të jone, në konë stafi joni, edhe kanë falimentu, nuk kanë mujtë me majtë. Po pishohëm edhe shumë njerës, se sidomos në TikTok, që ta shkohës fundit, në rrjetet sociale, pishohëm që po merren shumë njerës me stafin e ju. Qa më nishme thonë diçka për këtë pjesë. E sidomos berberat e ri, pishohëm edhe disa, po munohen me hiqsin bif me juve. Po me të regu drejt, unë e kom qef me po berbera që dojnë me pos bif me neve, me pos... Me thonë po dojnë mi bo konkurencë, mullit, rizës, se neve që kjo po në aljen edhe pa konë është se nuk po kena me kënë mu merë. Na përveç që stradës, artista, na në profesion të unin do të me posë një frizer që delë të e thonë po kom qef mu bo si këta. Se na nuk presim me do një berber, frizer me thonë një maj fort se këta, se e dihet, po me thonë e kam mondër mu bo si këta. E shojnë që tema e sezonës, tema e vitit, tema e gjdo gazete jena na. Neve na vynë dikush që me pos një farloj bife me frizera, me diçka, po nuk... S'kan kapacitet, janë shumë poshtë, shumë tëllë. S'kena me kanë moment. Po thuhet që shkollë nuk keni aq, po pe pagujnë ashta shkollën për me artë jo. E qa mundish me më thonë rrëth kësaj pjesë, se ka shumë njerë që po thojnë që jo, po ka kry shkollë, jo, po s'ka kry shkollë. Po tash njerëz do të më merë me diçka. Ki gazetar që ka kry fakultet, ka diplomu, ka kry shumë vite shkollë, edhe prap se prap u met njëjtë, nuk ka mujtë në rritë sen. Ki gazetar që i ka 30 vjetë dhe sa bjen me flejtë e shetë njëtë në ndër. Ki gazetar në fjallë që 30 vjetë e shetë njëtë në ndër e ka ndër më bo si burin paculli, filën gazetari. E din që nuk mënet me bo sen me jetë vetë, e din që mu po është shumë i pahjeshëm, a për din e ka ndër mu bo si burin pacullin, na nuk mujna mjau nalë aty. Edhe ai do të mu mirë me neve, se na me të s'munë me mirë, se së nivelli ju një mu mirë na me të. Po e nëse kish pas dëshirë me ardhë dhe me bo, mi prej flokët e jo, e kështë të marrë ndorë. Po na i kena klientat që jënë pak nivelli ju një, a për din? Nuk mënet me ardhë të na një klientë me poti atë klient të e shetit këtë Prishtinën kam të një këfem. Nuk lidhet me neve sen. E jo vetë punë me femna që që keni? Në top formë e kena mirë punë me femna, gjithë na i kena punë të mirë edhe me femna edhe me meshkuj, se neve na respektojnë edhe për shkak që i bojnë djemë shumë të bukur, sa që femnat mos me lëshu Kosovën. Se mos me kona gjysa e femnave kishin lëshu Kosovë. S'kishin bos me kënë mu lidhë, s'kishin bos me kënë mu bashku. Kënë të kishin e këshirë me i ketë se tjetëri. E ti kur po del me na i femën, a pi prejmë plok vetë, apo ti më riza? Ja më njerë një ka prej riza, e kom pas një problem. Sëm njëvë ke femna jam, më ndryshej shumë. E kom gallëzu, e kom pas edhe një intervjist. Më pa të ndryshu fort riza, më pa të ngucë femna jam. Qatë që së më pa të njëftë.
E pse s'pja nisni mu mirë pak edhe me femna? Mi ndrejsh pak edhe femnat. Ti çka mi u bo? E kena menu edhe këtë pjesë mirë, po ka salonet bukurisë shumë për femna, nuk e di sa e din. Shumë e femna mirat në flakje, prejnë flakje, kanë me qindra lokali veç në Prishtinë. Tash llogaritet na me hi edhe të femna, qa ndodh? Nuk ka dryna so saloni bjen më msheli femna, kur t'hina natë e femna. A ke pas nëherë në rast një të mulli që ka ardhur një klient e ka thënë po du veç te me më qetë? E kom pas një rast edhe me një fëmijë një ditë, një fëmijë 5 vjet, nuk ish qetë kur prej që kish linë si kish prej flok kur, dhe me thonë i kish pas flok dejnë fund shpines, edhe i shartë pej Zvicrë më kish për cilën të këtë këta po du mi prejta për herë të parë flok të ti. Në fund kër e pajke veten, janë isë një dollë të gëzimi se kish po veten e flok të shkurta kur his fëmijë. Që e rast më ka prejk këtë gjashëm për shkak që s'ma ka marrë menja që një fëmijë pej Zvicrë nuk i prejnë flok kur vjen ta beson ty. Se nëse të beson fëmija diçka është shumë e rëndësishme. Qysh ndihesh, a e sheh veten shumë nalt kur vinë çdo klientat e të kërkojnë veç te më mirë me ta? Nuk është pjesë me po veten shumë nalt, mirë, po puna jonë është shumë nalt, edhe klientat e vlerësojnë punën tonë, ja dinë edhe rëndësinë punës tonë, për shkak që na kena klienta që e shëtitin botën, e shëtitin Europën, e shëtitin nuk mujnë me gjetë si na, nuk ju flen zemra kërkon si të na, për shembull që ju përkushtohem punë, në flok, në stile, në gjithë shka. E për jashtit na i klient që ju vjen veç për mi prej flok të jo, a keni? Po, e kam klient që vjen ekstra prej Zvicrë, më qetë gjithë të shtune. Gjithë të shtune, vjen prej Syrijit, më qetë. Gjithë të shtune. E kam që një vjetë klientat, shokën s'po du m'ja për me në emrin. E din ai si të shes, e din saktë më shkron. A keni pas në rast ku ju kanë thirr juve me shku ju në Zvicër ose në vend jashtë shtetit për me shku më merr me flok në klientit? Me shku me po punën jashtë. Po. Ose a keni mendu jo në herë si staf me dal jashtë shtetit, me shku me në shtet tjetër për me... Po për momentin Kosova ka shumë mërgjimtar. Kosova ka shumë njerëz që punojnë, veprojnë jashtë. Dhe me thonë, ata na presëm që gjatë sezone, ata kur vinë me pas me vizitu, me pas ku me shku, me pas ku mu ju përkushtu vete, sa pëtën qysh. Edhe na nëse ecëm jashtë, kush me mejtë në Kosovë? Ti nesër mu martu ku e kështë që u buren mu qëtë vërret se të na. Shumë e pa kuptim me mejtë Kosovë pa neve. Rreth teje, tash, atë ka rana i rast në herë ku të ka thana i femën që s'pun pëlqen, që ke prej flok. Prej dikon nëse me thonë hiq. Na e kena qëllim stili, pamja, me ka nivel, me ka një bukur. Na nuk mujna mjau mush menin çdo njerit mi pëlqy, se ka njerëzit atë mendimin e vetë. Po të na gabime së në gjenë. Ti mënesh me thonë s'po më pëlqen që kjo stil, që kjo frizur, po kesh nuk mënesh me thonë është. Se na punën e bojna që nuk eksistën ma mirë më botë. Tash nëse nuk pëlqen, ty është mendimi joti. A punë të keqet e na nuk ka. Se na nuk jena rastisht ku jena, nuk i kena çmimet rastisht ku i kena. Me çmime jeni shumë nalt. A mund të shme nga të regu sa është një qetje të te, ose të riza, i keni çmimet e njëjta, apo dallojnë pak prej personit cili i prejnë flokët? Dallojnë, po tamam të riza më qetë din keq që kushtan 100 euro. Që nuk ka kërkon në Ballkan, as në Evropë, as nuk flitet që ka dikon premje flokët 100 euro. Mirë, po ka ardhur koha që njerëzit i kushtojnë shumë rëndësi pamjes të jashtme, edhe nuk është shtrejt. Shtrejt është nëse je njëri koti që të ditën merresh me sene pa nevojshme, edhe nuk i tarna për me shku i prej flokët e riza. Se të ditën rrim ratë para televizorit, të ditën rrim me lukt macchiatos në gojtë, nuk më nësh me shku të riza. Të na vinë njerëzit, vinë një elitë që janë ma të suksesshëm, që janë njerëz të shkollum, që ka njerëz biznesmena që ja vlen mu merr me veten. Kur po vi njerëzit me i prej flok,
Hap ju të regoni edhe qa me hongër. Se zakonisht ju kemi patu i thonë që për ftyre që kanë me hongër, ja keni caktu edhe ushqimin. Pa janë dhe njerë dhe kanë ftyren me hongër pasëll. Të s'ma nesh ato me që në gëgën dërës, ja dikën një dhonë ushqimet detit, se nuk i shkojnë të poshtë. Në fët ati ushqimet e detit i nalë. Për shembull, na kena klient që 3 ditë e para kur i ka prej flokët e na i kena kallëzu që për pos midhje, ushqimet, do me thonë veç që atë gjindën deti nuk u zënë me hongër. Diçka tjetër, kështu brome këse. Është e pa mundër. Ja, është e pa mundër. Mol, me të pyet diçka edhe rreth një si bif me thonë, kemi pa në TikTok që një gazetar u merr shumë me juve, edhe mujna me thonë që gjatë ton kohës ju ka gjutë disa. Edhe i ka tregu rizës pak çfarë frizure që shkon ty. Qa mundesh me më thonë diçka, me ma jep një koment për atë gazetar ose rreth qasaj ngjarjes që ndodhe, se ke ko gja buje madhe që ato dit. Buje madhe konë për ato, jo për neve. A djallin mos me të rajt e kom për cilë, masi që këna dalë prej aty ishte, e kom këqyrë këshët të këtë që ashtë. Kom marrë mas një javë informacion të sakt, që mas 30 vjetë për herë të pare këshin thirë dojtë e vetë një ftarë. Ato as dojtë e vetë se këshin ju. A i shordë ekstra me po rizën live e me po dhe të shpisë vetë që eksistën e njëri edhe dikon se ato nuk e këshin njoft as shpisë vetë. Mirë po u kalëzu shumë mos mirë njësë. U kalëzu shumë mos mirë njësë me neve se ja kalu me dhe ati progën e stradës. E shtenon pak ne. Po veç pak, sa i del. Se aje kesh ondër më po si burim pacullaj, nuk mënet më boj fort. Sa i s'kesh vizion. Aje suar po flej kesh për pa i ke ondër qysh më po si burim pacullaj. E ashtë nuk i dhejza ti, kam më këthy ku u kom. Kanë mi meta 15 followers sa qysh i kish pas. Po thuj që dohet me konë shumë mirë njës për me ashtu ju hajle për me konë. Do të me konë mirë njës edhe do të në ardhë. Me na i marrë dorën në vla me na thonë faleminderit. Na e meritojna. Uli, faleminderit shumë që ishe pjesë e studios tonë, faleminderit edhe për to. Faleminderit edhe për juve. Mendime që jape. Ju urojmë shumë sukses. Ju urojmë edhe juve gjithashtu. Shpresojmë kjo sezon tjetë e paharrushme. Pun keni me pas gazetat sa dush. Që sezon jena të pandalshëm. Ku të heni, ka të delni, ka të i beni, veç njëve keni me. Kismet, po të fuka medalja dhe na ka jo pa. Faleminderit. Jeni të mirë se ardhë.